Xhevair Sukaj është duke kaluar një formë të shkëlqyer në kampionatin iranian, duke u kthyer gjithnjë më shumë në lojtarin lider të sulmit të skuadrës së tij Sepahan. Pas golit të shënuar pak ditë më parë në javën e 9 të kampionatit në fitoren 2-1 të ekipit të tij kundër Persepolis, të njëjtën në mbrëmje sulmuesi shkodran ka zhvilluar një tjetër takim të shkëlqyer duke qenë protagonist absolut në fitoren 0-2 në transfer të Sepahan kundër ekipit Malavan. Futbollisti talentuar 25 vjeçar kaloi në avantazh skuadrën e tij në minutën e fundit të pjesës së parë, kur pas një topi të dhënë nga mesfusha, Sukaj ka dalë vetëm para portierit vendas dhe me të djathtë nuk e ka pasur as pak të vështirë të realizojë golin e avantazhit. Jo vetëm kaq, por në minutën e 66, pas një inkursioni të bukur nga e Majta, duke fituar një duel shpejtësie me një mbrojtës të Malavan, Xhevair Sukaj pason tek Dalovic, i cili nuk e ka as pak të vështirë të shënojë golin e dytë dhe të triumfit përfundimtar të Sepahan, që ngjitet në vendin e parë në renditjen në kuotën e 20 pikëve, duke përfituar edhe nga barazimi i rivales së madhe për titull, Naft Teheran. Ndërkohë, për Xhevair Sukaj, ky ishte goli i 6 në këtë sezon për Sepahanin, ndërsa tashmë sulmuesi shkodran pret një ftesë nga trajneri Xhani Lebjazi për të luajtur me kontraren e Shqipërisë në 2 ndeshjet eliminatore të tetorit kundër Islandës dhe Slovenisë në Qemal Stafa.